Partia Demokratike çka ka me bë? Përveç atyre që u thanin pra rritja buxhetit, rritja pagave të arsimit, është edhe rikonceptimi i arsimit, rikonceptimi i kurrikulave dhe orientimi i programeve arsimore, sepse u tha këtu më përpara që këtu ka programe studimit kur zvoglohen studentët, këtu ka administrat universitare kur zvoglohen popullsia, administrat shtetit më të madhe në botë në raport me zvoglimin e popullsisë, pra zvoglohet popullsia, digitalizohen shërbimet, por rritet administrata, pra është filozofi vjedhje dhe shkatrimi të shtetit në tana format. Partia Demokratike në programin e saj ka prioritet për orientimin e programeve shkollore me tregun e punës. Pra ne nuk mund të prodhojmë, pa marrë një shembull me që jam si pjesë kam kryer studimet edhe në histori marrëdhënie ndërkombëtare, nuk mund të prodhojmë, po themi ne 100 historian kur tregu kërkon 2 historian. Dhe në gjithë programin e Partisë Demokratike është orientimi i ekonomisë shqiptare drejt teknologjisë të informacionit, inteligjencë artificiale, shkencë dhaneve, gjëra që kam u pa menjëherë pra tek arsimi, që kam e prodhu kapital njerëzor dhe treg punët për këto 33 që dalin nga shkolla. Orientimi i arsimit drejt tregut punës dhe krijimi i mundësisë për me kryer shkolla këtu dhe me kriju kapital njerëzor është një jo vetëm që është një mundësi për me nal këtë hemoragjinë e popullsisë shqiptare drejt vendeve të huaja, sepse po të shikojmë një nga arsyet kryesore dhe një nga mekanizmat kryesorë që përdorin shqiptar për me jashtë është arsimi.